Mbaruan? Më duket se po. Natë mirë. Në rregull? Po, në rregull. Po Filipit I them? Jo, kemi fare të ngushtë. Jordanit, po. Me që po më zënë sa. Po kësaj. Mbrëma, si jeni? Urime, Sander. Ke për të na ikur edhe ti në Tiranë. Jo, pse mirë jam këtu. Po na imi s'do të lerë këtu dhe. Pastaj një vlla të vogël ka. Drejtoresh. Erdha, Sander, erdha. Desha ti thoj edhe Jordanit. Mos ka shkuar nga repartet. Po mirë si do qoftë, nëse nuk e takoj unë, lërni fjalë ju. Mirë. Atëherë te Pallati I Kulturës në sallën e vogël. Mirë. Drejtoresh. Po për punën time si I bëhet? Sander, I thash edhe shokut në im, ti nuk e ke shkallën e kualifikimit, kështu që atje nuk të çojmë dot. Po shikojnë edhe një herë shokja drejtoresh. Po, tani sa mbaruam. Alo, Likurg. Nuk do të kesh kohë të kthesh në shtëpi? Sa për të ndruar këmishën? Kam frikë se do vonoj. Nuk po na del ashtu siç duhet cimento e eksportit. Nuk do të vish kështu? Po si të them? Atëherë të shkoj dhe unë në shtëpi. Po pse shkojsh në shtëpi? Unë mund të vi fare mirë aty. Jordan, çeri kështu në errësirë? Po shlodh. Nuk I duroj dot të mbledhet e gjata. E di që I ftuar nga Neimi. Jo, Ja ku po ta them unë. na ke thënë më parë. Kam lënë punë tjetër për sot, prandaj. Si të duash. Elenda. Do t'jetë me ju dhe Jordani? Pse? Ka lënë një takim me ty? Me mua? Ja, unë sot kam rënë e natës. Me zgjesh komeva me Teutën se më binte në fund muajit. Ka thënë që në 31 dhjetor do vinë në shtëpi të shpallin fejesën? Me siguri, do të më thot. Harrova të them kryesorën ka ardhur një telegram. Dërgoni urgjentisht kërkesën për lënë të parë, sipas rishikimit. Jordan. Ka mundësi të shohim kur e kemi nisur kërkesën për lëndën e parë? Besoj një muaj po? Po më mirë e di zoti më parë me kësaj zyre, shokun im. Edhe sa mineral kemi deri në fund të vitit? Mund të përfitojmë nga kursimet. Megjithatë, besoj do të kemi rreth 20% sa si shtrëmojorit. Kaq mbaj mend. Me gjithë rezervat. Me gjithë rezervat nesër u përgjigjem me saksi plot. Atëherë nesër në orën 8 në zyrën time. Në rregull. Hajde, Marie. S'ka gjë. Marie, hajde shpejt, mos na vono. Faleminderit. Eja, Filip, se vonohet Urbani. Hajde, sekretar, se ka një vend të lirë. Po pres ti mbir Benin. Eja. Për para ke dhe dikur. Mo, hajde, Beni. Neimi, do të vi tek ne këtë tutje drejtoresh? Do të vi, po si. Çka ndodhur? Me siguri ndonjë aksident. Që bere kështë?
Ku e kishë mendin? Baba, Shpapa, po nuk isha faj. ku e kishë sut? Të pjesë. Duhet thirrur urgjentisht neurokirurgu. Nisim. Shpejt. Mos ki merak. Gëzuar. Sedat. Hajde gëzuar. Aha. Si po duket vetë tani si drejtor të Italie? Punë më shumë Sedat. Punë shumë. Ja sot isha tek ministri. I bëri shumë përshtypje tema e dizertacionit tim. Shi. Përse e patë tjetër? Po, për pasurimin e mineraleve, doktor. U bën 5 vjeç po punoj. Gjithë puna është të gjejmë teknologjinë e re. A dihet kjo vëlla, dihet. Nuk të lëviz kush nga vendi, po nuk i fute shkencës. Hajde gëzuar. Shoku Panajot, gëzuar. Gëzuar Shefki. Doktor. Kemi një rast urgjent. Fjala është për një kujdes. Keni parasysh moshën e tij të re. Po, faleminderit. Po që do të smeshme gjithë javës. Të pata thënë, të lajmërojnë ëndra të njerëzit. Llumë, balë, përmbytje. Po qëndra të meshme. Se nuk u bëj gjallë njeri të më lajmëronë. Të gjendeshim në operacion. U bë me një herë, mama. Apo kështu është kur je largë. Likur kabir. Unë jam o qanë mamaja jote. Hapi sytë. Likurk. Kështu ka qenë që në fillim. E vunë vetë kështu për një qetësi të përgjithshme. Folje fjallë, o birë. Likurk. Folje fjallë. Likurk. Mos u shqetësoni. Bisedova me ata të ministrisë të shëndetësisë. Këtë radhë vetëm e zvendës ministrin. Për çdo të papritur më lajmëro. Në Tiranë kemi dha fërditën që mund të na ndihmojë. Kjo ka filluar punë në sigurinë shoqërore dhe njeh gjithë ata mjek. Donika mos u mërzit. Të shkuara Likurgut. Faleminderit. Mirupafshi. Të shkuara. Faleminderit. Kush e di sa do të vërvej Dolika? S'ke që bën? Tani që të aty bara e kombinatit, mundohu të tregosh veten. Do përpiqem. Do më dërgosh vazhdimisht përgjigjet e laboratorit. Më duhet të mbaroj patjetër studimin. Ti di se shumë si ka sigurimi lëndës së parë në vend, he? Po. Bisedoj edhe me Landën.
Doktor, çfarë do t'i bëjnë në Tiranë? Kështu mendon e imi, edhe ne dhe po e çojmë. Po mos pandeni se do një nga ata mjekët e dëgjuar do ta operonte më mirë se unë. Nisë. Shkoj dhe ti me ta serim ne me fëmijët. Shtë bësh t'i zënë kjo me të këtë moshë. Me zi del nga shtëpia. Eja dhe ti do një, eja. Shko nëse shko. Ti e drejtoresh e kombinatit kimik? Po. Ka një orë që u qa telefoni për ty. Bjere hike. Hajde. Këtej. Po, faleminderit. Kush e ka lënë këtë natë për çast kështu? Adelaide. Pyet e Sandrën ku do ta kaloj festën. Po që se nuk shkon gjëkundi ftohet atë. Po, Jordani jam. Po do dëgjoj. Ja ka dalë një problem që mund ta zgjidhni vetëm ju. Po s'mund të më thuash diçka? Jo, duhet vini me një herë këtu. Nuk po e marrë vesh çfarë po bëj. Po vonohet minerali. Rrezikohet të mbetem i papunë. Në fillim mendova se kish pa një transport. Pyete në portë? Vajta vetë deri aty. Po. Makinat e fundit kanë ardhur atë natë që ndodhi aksidenti. Jam plotësuar të gjitha kontratat e këtij tremujori, ja? Nuk bëhet fjalë për këtë tremor, jam plotësuar të gjitha. Vetëm ferma Çlirimi kërkon shtesë. Jo, asnjë shtesë jashtë kontratës. Asnjë. Ju e dini. Ky është Ky është prodhimi i fundit me gjithë rezervat. Po për sa ditë kemi punë këtu? Po mendoj shumë edhe për 2 javë. Po pse nuk më them parë Jordan? Nuk doja t'u shqetësoja. Pastaj kujt mund t'ja merrte mendje? Nuk konstatova asgjë për çudi. Asgjë? Asgjë. Këtu ka një nga tres që unë nuk e marr vesh fare. Fillojmë t'ulim nga pak prodhimin ka mendimin. Jo, nuk ka përse ta bëjmë alarm sa të sqarohemi. Pastaj ne kemi bërë kërkesën në rregull. E kemi dokumentuar. I mblodha gjitha dokumentat që kishte në imi. Ja këtu i keni. Shumë. Import-eksportin ju lutem. Doni Kasaro jam. Të ambalazhi po pres. Po. Jordan, të lutem, lajmëro pak të vi makina këtu përpara. Shoqja drejtoresh. Ju do t'jeni në komisionin për ndarjen e shtëpive? Po. Kam 5 fëmijë. Më vjen dhe i 6-ti. Kam nevojë për strehim. Do përpiqem gjëzon. Dikur ku si u bë? Më mirë. Faleminderit. Alo. Kombinati kimik jam. Shokunjazi. Nuk është e mundur. E kemi nisur këtë porosin. Po jam shumë e sigurt. Si? Po është nisur vetë në e më gjata, a ishkër inxhinjeri ynë. Më jep numrin e protokollit të shkresës. Prisni një minutë, lutem. Nuk ka numër protokolli. Mirë atëre, ditë në mirë. Si u bë Likurgu? Po, Ka filluar të vizi? pak më mirë. Mjekët thonë se duhet të presim. Po me bëjnë të nëshube. Nuk e ke marrë vesh. Është e vërtet që kishte pirë? Domosdo se dënuam. Po ç'ma kujton shejtani, nuk di se. Po janë të rinj, Filip. Rëmbehen, edhe do të gabojnë. Më pëlqen që jemi të sinqertë me njëri tjetrin. Edhe mua. Po ku është tani? Në Tiranë. A shkoj me pimi kafe? Nuk e ke marrë vesh që nuk kemi më lënë të parë? E di. Prandaj edhe. Shkoj. I fola Jordani disa herë për këtë. Puna nuk bëhet me fjalë, po me mend në kokë. Këtë i thash edhe unë. Mos u zë. Përgjithësi keni dhe ju. Ç'na duhet gjithë kjo rritje prodhimi këtë tremujor? Po mos i thua ti të mos e te kalojmë planin? Jo të mos te kalojmë planin,
Po përse duhet shkonim 140% gjitha i sforcim? Apo të dali që Jordani pas ka zotësit nga, sidomos këtë kohë që s'keni qenë ju. Hamara, shoqja Donik, 1 minutë po të ketë mundësi. Nuk kam kohë tani, Mari. S'më pret halli, shoqja Donik. Ti e di që këtë vit unë dal në pension. Po? 35 vjet kam shtypur me këto duar. Asnjëri s'është ankuar. Drejtoresh, sikur të vinte vajza ime në vendin tim. Po të shohim, ta vizitojmë herë me shok. Mirë, faleminderit. Shogunim, analizat po shkojnë shumë mirë. Lënda aktive arrin deri në 28%. Gjithë mirat, miropafshim. Jordan, kur do të vish nga shtëpia? E kisha fjallën për fejes. Gjetë tamam momentin për bërë këtë bisedë. Po kur? Të kam thënë pra që do të vi. 90% do të vi. Të jetë jetë, shokun e im ju lutem. Po s'blesun, ja tani. Çfarë keni bërë kështu? Ç'është kjo anomali e papritur? Sa po morin telefon Jordani? Merre mend se çfarë vështirësi shkrijojnë. Është ngjitur në kem gjithë Ministria e Tregtisë, gjithë import-eksport. E më mirë, ti sjarrosh vetë. Po ju e dini më mirë se unë. Si e di unë më mirë se ju? Ata thanë se ju kanë lajmëruar edhe një herë në fund trëmjorit. Çfarë bëti ju? Unë e dija se ne kishim nisur me kohë kërkesën për lëndën e parë. Ha? Nuk e ma mend që ishim bashkë kur u ndan para import-eksportit, ndërsa tani del që ha se ke protokolluar. Ha, në dalga se pas kanë fajnun. Pse vërtet nuk ju kujtohet? Unë kam pandehur se ju e keni zgjuar këtë çështje vetë. Unë kam qenë i utuar. Po bëja dorëzimet. Nuk është mirë të kërkosh llogari njeriu që lëviz nga një vend pune në një detyrë tjetër. Ju do të ish interesuar vetë. Të kishë shkuar në drejtorinë e importit. Apo më se keni bërë të kërkoni më fajin mua. Nuk është e vërtetë ti vetë humor me flet parosi? Po ç'si ka, humor apo s'humor unë. Nëse ka që të zgjidhet puna. Drejtoresh e kombinati jeni ju. Dhe kjo përgjegjësi u takon vetëm juve. Edhe mendon se çdo thotë të mbeten gjitha punëtor pa punë? Kjo është e tmerrshme. Mos u ndo ta shpërndash përgjegjësinë sa ndaj këtej. Shogunej, ja kopja e protokolluar e shkresës sonë. Do të arrijmë të shpëtojmë nga këto problemet minatruara vetëm po të bëjmë pasurimin e mineralit. Po këti studimi ju, jo vetëm që nuk po japni ull, po i nxirrni 1001 pengesa. Unë po ju tek shokozia. Jo, nuk është nevojë të vishet aty. Më mirë është kur bisedon kokë më kokë. Shoqërisht. Urdhëro ullu. Në çfarë përqindje e përdorni deri sot mineralin tonë? 20 deri në 25%. Në mineralet tona nga më të varfër. Me e fletë kërkesë. Po studimi shokut në im, në çfarë përqindje e pasuron mineralin tonë? Akoma s'kam përfunduar analizat. Donika? E japim një kafe. Rëndësi ka që punën të zgjidhen. Je kush e ka fajne, pse ka fajne. Për sa ditë mund na vi minerali? Varet nga transporti detar. Po ju, për sa kohë keni lënë të parë? Po, edhe për 2 javë. Ashtu? Edhe të gjitha këto nga kursimet janë bërë. Punëtorët e atij kombinati janë njerëz të mrekullueshëm. Nuk është kjo ajo që duhet diskutojmë tani. Mungesa e lëndës së parë është çështje që rrezikon prodhimin e kombinatit. Rrezikon bukën e vendit. Besoj se çështja do të mbyllet me kaq. Po ti nuk e përse shqetësohesh.
Edhe po thirrën raport. Fare mirë mund të thuash se nuk e qenë për një farë kohë në kombinat. Fundi javës do të gënjesh, sepse gjithë peshë e kombinatit ka rënë tek Jordani. Ai po. Ai do të mbajë përgjegjësi deri në një. Pastaj të gjithë dinë aksidenti që ndodhi Likurgut. Dhe nuk thon kot. Çdo e keqe e ka dhe një të mirë. Më pëlqen dërimi që keni për fjalët e urta të popullit. Të këshilloj të marrë sensin e mirë të kësaj bisede. Tani unë në shpëtoj vetëm një remont i detyruar, sa të vi minerali. Rëndësi ka që kombinati të mos mbetet pa punë. E remontin do ta bënim që do ta bënim pas 6 muajsh. Më mirë bëjmë tani, me që s'kemi lënë të parë. Hajde. Ashtu. Ja, shumë mirë. Ecim dhe pak. Likurg! Likurg! Likurg, të lutem. Likurg. Nuk do të ecim dhe pak. Ha? Provoj edhe një herë. Nuk e sheh se si dot. Nuk e kupton që u bërë sakat. Invalid. Pa këmbë. Hyrë. Profesor. Urdhroni. Flasim hapur. Burri tuaj në dëmtuar nervat e këmbës. Fatkeqësisht nuk ka ndodhur nga aksidenti. Po gjatë të ndërhyrjes së mjekut. Operacioni ka qenë i vështirë. Ndoshta mungesa e përvojës. Profesor. E di se s'keni ndërmend të më pyesni. Por nuk mund të përgjigjem më njëherë. Masa e fundit që do të marrim është një ndërhyrje tjetër kirurgjikale. Pra një operacion i dytë. Landa, vajti vonë, s'kemi që presim ma. Jordani do të vija, i më tha vetë. Po ta kishe në mendje kishe ardhur ai më bi. Po do presim edhe pak, mama. Se merr vesh dregji këtë punë. Pse se hedhin fajin import-eksport? Çfarë kam unë? Çfarë bëra? Dhe gjësa në shpegoja në imit. Shko që nesër. Arsye keq shkosh është festa vitit 3. Jam këmterson. Mua s'më pranon asnjëri ditën e parë të vitit. Jam 11 vjet. I vajta i pari në shtëpi drejtoreshës son, edhe ja tani që ndodhi me Likurgun. Megjithatë ti duhet shkosh. Në mos për hir të vitit 3 për hatrin tim, kupton? Po nuk e kuptoj çfarë ke ti në këtë mesnjë. Po si çfarë kam unë? Po që u harxuan rezervat. E di që gjithë përgjegjësia bie mbi mua? Ku e di unë se si e kanë vendosur ata atje? Po sikur të marrësh një telefon drejtoreshën. Alo. Alo. Alo, spitali? Doni Kasaro jam. Mos muar gjën telefonin? Dërgoni urgjentisht kërkesën për lënë të parë sipas rishikimit.
Alo, shokun e im? Jo, jam Afrodita. Ti Donika je? Mirë. Likur gësi u bë? Po, nuk ka ndonjë përmirësim. Shokun e im, doja t'ju thoja se Jordani nuk ka lidhje fare me vonesën e mineralit. Po kam këtu një telegram nga import-eksporti. Është fa im që nuk u kam kthyer përgjigje. Po tani, si do t'ja bëni? Do të njoftoj komitetin e partisë dhe komitetin ekzekutiv. Aty! Edhe pak, djathës! Ha, Filip, filluat? Po, fillu. Vetëm të kemi kujdes tohjen graduale, se dihen pasojat pastaj. Si? Kujdes, Berti! Mbaj aty! Çfarë bëni këtu ju? Çauni largoni shpejt. Lëviz pra po them. I fola dhe unë, po ku merr vesh kë? Ç'keni bërë kështu, more? Një fest e vogël kaq. Fest shoqja Donika. Remonti detyruar, pushimi detyruar. Temperatura pothuaj ka shkuar drejt zeros. Nuk kemi që kontrollojmë. Jashtë. Për jashtë. Mos u nxitoni. Ky nuk ka për të punuar më këtu. Drejtoresh. Këtu s'ka për të punuar. Qartë. Ky s'është kush e di çfarë gabimi shoqja Donik. Kombinati s'punon. Pavarësisht nga rrethanat. S'pyet industria kimike me disiplinën e saj për aksidentin që ndodhi në familjen tënde. Është kollaj të gjenden justifikime. Atëherë, ata që kanë përgjegjësi, ty do të kishin pushuar në vend. Të urdhrova të dalësh për jashtë. Kjo është me të mërshme se mjergulla acide. E dini ju që është mjergulla acide apo jo? Po. Unë gjithë ditën kontrolloj ka apo nuk ka mjergulla acide. Acidi gëryen hekurin, jo, Sandrin. Drejtoresh, do filloj tani me një tur? Po, mbas remontit besoj. Po, unë jam e smur. Se si është puna? Po, ju e dini, mjekët më kanë thënë të mos lind fëmijë se kështu rrezikoj jetën time. Kushto ta rrezikoni jetën tuaj? Përse vini tek unë dhe nuk shkoni ta hiqni fëmijën? Po që thoni kështu, drejtoresh, unë kam vendosur ta mbaj. Po ti nuk e kupton që kjo është një çmenduri? Nuk e kupton këtë gjë? Kush është çmenduri? Të kem dhe unë fëmijën tim, siç e keni ju, siç e kanë të gjithë? Anila, më fal, jam e nervozuar. Në një qupë. Këpë të pastërt. Kënaqe? Urdhëra. Mirë dita. Si jeni? Duse, erdhi shoferi. Urdhëroni. Të pas. Maksi, ja erdhe. Ergi, hape derën se do marrë këpucët. Ergi! Nga. Ergi, hape derën. Edhe kjo na duhet të Shilni një dalë. Se ka përru një strecë, ha?
Come ti, ciao, oh, ut kitchen. Mama, do donohem pak. Se, ku do të shkosh? Më duhet jemi në mbledhje. Nuk bëhem merakun për kombinatin tënd edhe për mbledhjet e tua. Dëgjon? Unë kam mallin e tim biri. Çfarë do të bëj ai? Ku do të shkoj ai kur të dal nga spitali? Çfarë pune do të jeti Zoti të bëj? E ke menduar ndonjëherë këtë? Vizetojmë kur të kthejmë, mama. Andi. Mos e lodhni nënën, ëh? Në të këqime. Andi, shka përze e djallën se e shkeq? Hajde, të keqin, o byrën, o qalin. Kur do të arri mami në pension? Pse? Si të arri me neve. O byrën, sogu i në si sogu. Si jeti, mirë? Mirë. Qa punë bën ti, Erxhan? Shofere? Ja. Agronom atër? Ja. Sa shumë njerëz që të vinë, Erxhan. Një palike, një palhajde. Një palike, një palhajde. I shkruan ti këta që të vinë? Ja, pse? Kush pse? Ti as problemesh të mira. Të një tjeta. Të një tjeta. Qa punë bën ky burri tënd? Në fabrikën e qimetos, inxhinier. Mos folme se e prishe. E gjeta, e unë prisja mendje. Ç'është ky burr e ç'është ky plur. Ç'është ky plur e ç'është ky burr. Këna që nga plur qimenta. E po kjo vrit mendje me zi sa e gjeta. Po kjo kështu. Nuk më prisi? Ja. Tani do vi më shpesh se kemi remont. Këta një mjekët? Ja. As profesori? Dhe ti pandese, unë se kam kuptuar se çfarë është bërë me mua. Një pjesë e trupit tim ka vdekur. Asnjë nuk më ke njeh dot. Ç'thua kështu liku? Do them këtë që se dati më bëri sakat. Më bëri invalid për tar jetër. Të lutem qetësoj. O, të qetësohem, të rri qetë, vetëm të ditë më thuash. Vetë koha. Si thua, bëjmë një shëtitje? Vetëm hesht, asgjës më thua. Po ç'të të them? Punë e zakonshme. Po thua që kemi remont të detyrueshëm, dhe s'më sjaron asgjë. Do që unë të mos shqetësohem. Tani vjen për një arbitrazh, dhe nuk më thua si dhe pse. Po ti e di likur, kë njeriut në punë i dalin dhe të papritura. Jo, Donika, jo. Ti më merr si një invalid, të pa për asgjë, për asnjë bisedë. Pse s'thua që të jam bërbar? Që jam bëri bestishëm. Më mi me quaj fare të vdekur. Ç'thua kështu likurk? Të lutem qetësoj. Ne u bëm 40 vjeçar tani. Unë kam të rinë islam të mirë. Hey Jordan, si po vetë? Mirë, kjo pothuajse mbaroi. Hajde shohim mjaftosin. Filip, të kalëm pak minuti? Ta Filip, si bashkon puna? Mirë, po ecë. Po bazamenti që nga vën, po si? Vetëm panxha sipër me në rregull. Këtë e pash. Në morë shok si thoni, do të arim të bëjmë shpejt remontin. Prandaj po përpiqemi drejtores. Do ta bëjmë drejtores, vetëm mos u bëni merak. E si të mos bëjmë merak më rastrit. E thash sa për të gjendën në muhabet. Mineralit na vinë, pa ne do të bëjmë pamundur. Minerali do të na visa më shpejt. Dikur besim. Mirë, faleminderit. Mirë, shumë mirë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe bujrëm. Ulëm të hami kafshat buk. Mirë bët, ju bëftë mirë. Ben.
Qo senator Perove. Ose zgjo. Lere se ka 2 net që e ka gdhirë. E po, ju qoftë puna mbarë. Unë po shkoj të shonjë herande nga cili. Ne. Jo, nuk... Merë se ngele ti kusineve. Faleminderit. Sandri, po të që bënë këtu? Çfarë? Po gjitha jacit që po derdhe. Për i 16 ka qenë e hapur. Respektu as një zë. Unë do t'ja them të gjitha drejtoreshës. Nëse hap gojen se e di që të bëj apo jo. Të gjitha do t'ja them pa tjetër. Po gjitha jacit që shkoj dëmore. Jo, e di që të bëj. E qarë do më bësh? Ja këtë të bëj. Mos ke faj ti, gjitha gabimet i bëndje dhe pasaj i përndojnë të gjithë pasaj, gjithë bashkë. Shiko se më kam bërë që drejtoresh. Kush? Sandri, a është maskara, aj... Hajde. Jo. Hajde herë brënda. Jo. S'dua të shkojmë në shtëpi, drejtoresh. Më mirë repart. Ai sillet keq me mua. Shiko se më ka bërë ujë. Hajde, smrt. Shkondra. Kur sillet keq me ty? Ha? Pse ke frikë të flasësh? Mos pandesja nuk ka parë njëri tjetër se çfarë ka ndodhur. Hajde ulu. Ulu. Drejtoresh, unë nuk kam dashur të flas. Pa ai nuk më dëma. Me isa në fillim më premtoj se do të martohet me mua. Kështu tha në fillim. Tani që nuk i shkova pas avazit, të punon qindin. Ai më premtoj, drejtoresh. Mos më thuaj drejtoresh tani. Ja të flasim si shoqe. Ti një mirë, Sandri? Ha? Dua të them, e një aq mirë sa të sakrifikosh për të. Sot e njoha se ç'njeri është. Unë nuk mund ta fshet, drejtoresh. I pash të gjitha me sytë e mi. Pastaj ai më kërcënoi. Pse ke frikë? Fol. Po ja, drejtoresh. Ai Donika Saro? Po, unë jam. Nga spitali ju flasim. Nesër Likurgu do të hyjë në operacion. Ha, mama, herojnë se. Kush të tha që operohet? Më lajmëruan mbrëm. Ç'ditë është sot? E di që në spital nuk numërojnë ditët mojnuse, por... E martësh, mama. Po përse i len këto operacionet e shkreta ditën e martë mojnuse? Më falni. Ka shumë kohë që ka ardhur këtu ky mjeku? E kam parë disa herë, ja kështu si sot, me një bandak libra në skjetu. Mos ka filluar punë këtu? S'dish të them. E, me gjane, këtu u bën më shumë doktor se sa të sëmur.
Çfarë bëni kështu? Përse i shqetësoni mjekët përpara operacionit? Dua të flas me profesorin. Profesor, Përse jeni kaq e shqetësuar? kush do ta bëj kurgun operacion? Ju apo ndonjë tjetër? Ju thashi do ta operoj unë. Po se dati përse ka ardhur? Si përse ka ardhur? E kam thirrur unë. Të shoh se çka bër. Të mësoj, të specializohet. Nuk e besoni që do ta bëj unë? Përse na krijoni shqetësime para operacionit? Apo se dini se atje kemi të bëjmë me jetën e njeriut? Andi, Gjani mami, të rëgi, qoni se vajti ora. Oh, Landa, U ktheve? më duket se po. Si e ke likurgu? Më mirë. Kemi këtu në im gjatën. Oh? Kota e fundit ka ardhur vazhdimisht. Është bërë pjesëtar i laboratorit. Hidhe dhe pak preparat. Se kjo bluja këtu? Si shkojnë? Mirë. Eja, Donika, eja. Si që shem, gjete këtu për të të dhënë një përgjigje përfundimtare. Është bërë një punë kolosale. Përfundimet për pasurimin e mineralet janë shumë interesante. Ai hezitimi ynë pas ka qenë i gabuar. Pse hezitim? Unë kam mendimin tim për këtë problem. Ndërsa unë kam rezultatet e punës. Rezultate sa për të bërë shkencë në vetvete. Dhe je për të zbatuar në prodhim. Analizat laboratorike vërtetojnë se ti mbetesh e vetme në këtë mendim. Po shefi i laboratorit ç'thot? Nuk di ç'të them. Ka mundësi më japësh përgjigjet e analizave përfundimtare? Po si? Ka mundësi t'ja u dërgoj një ditë më vonë? Tu hedhe dhe unë një sy që të bindem. Nuk kam kohë. Më vonë. Do t'i lëmëroj vetë për datën e disertacionit. Ka që ndryshime ka në përfundimet e analizave? Çfarë bën ti? Ç'të duhet ty të hysh në biseda delikate? Pse heziton ti, moj? Apo që mos ta falin gjë tjetër pastaj? Mos do të na prishësh punë ti? Po ç'punë mund të prish unë? Po pse më i pak të duket kjo ti? E pra kjo ka bërë me perspektivën time. Heziton kjo. Po kur të na shoh nesër të dy për krau, ç'do të mendoj? Nuk e kupton me që asë njeriu nuk i vjen mirë kur e kundërshtojnë. Nuk ka gjë më të hidhur, Landa, se sa kur midis njerëzve, funë sinqeriteti. Nuk të kuptoj. Nuk është aq e vështirë për ta kuptuar. Unë e kam dashur Jordanin, apo Neimin. Edhe ata mund të më kenë dashur. Por ama nuk më ka respektuar. Ka njerëz fjala vjen që mund të mos duhen, por ama e respektojnë njëri tjetrin. Po të mos respektohemi, kemi thënë lam të mirë. E nuk ka gjë më të hidhur se sa të thonë lam të mirë në këtë mënyrë. Dhe unë nuk kam të bëj fare me ata që nuk më respektojnë, cilë do qofshin.
Për mua ata kanë filluar të jetojnë një planet tjetër. Nuk duhet të kem të bëj me ta. As më interesojnë fare, si kur të bëjnë personalitetet më të mëdhenj të shkencës. E di Landa, unë jetën time duhet të ndërtoj kështu mes njerëzve të njëjtë, që i çmoj edhe më çmojnë. Cilën do qofshin ata? Po këto çfarë janë? Përfundimit e analizave? Landa, nuk të duket se kërkojnë shpenzime të mëdha? Të s'flet. Ha? Landa, pse s'fleti? Se mos ke folur ti. Apo është Landa e që duhet flas? Landa që duhet pres? Landa që duhet pranoj gjithçka vetëm e vetëm që të mos humbi Jordane? Po ti e para nuk e dashur që unë të humbat. Kisha frikë, mos të humbisi edhe ty. Ju lutem mos e shqetësoni. Ai duhet rriqet. Ky është urdhri i mjekut. Po kështu e këtu, Donika? Erdi këtu apo ja? Të tha që nuk u përpoq të mbyllin kohën që unë bëra ç'është e mundur? Po çfarë kërkon ajo të bëj? Ta marrë investigjit që jam unë ai që nuk e kam bërë flet kërkesën, ha? Këtë kërkon? Do të kënaqet nga kjo? Kështu do të më është problemi ajo, ha? Erdi këtu apo ja? Dhe nëse nuk ka ardhur do t'i thuash që mua më shfuton vetëm gjetja e telegramit në xhepin e saj. Unë kam dashur që ta zgjidhim çdo gjë me mirë kuptim. Kam humbur çdo lloj krenarie, vetëm të vi minerali sa më parë. Në fundit kjo është kryesorja Likurg. 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 Më dëgjon? Lajmëroni shpejt. Ha, Donika. Erdhe? Si do t'ja bëjmë për diskutuar? Si dëshiron ti? Si doni ju? Unë për vete do diskutoj. Ti besi të duket më mirë. Ti e ke më të lehtë se njesh përkohësh me problemin e pasurimit. Po nuk ka ndonjë gjë të keqe edhe po shpreh kundërshtime. Fundet jeton ai që është me Zot apo? Donika Saro. Kush është Donika Saro? Ju kërkojmë telefon. Alo? Donika, Afrodita jam. A erdhi Neimi aty? I thuaj që gruaja të uron suksese. Po flas këthe nga spitali. E di si është puna. Erdha të pyes Likurgun, po dua edhe mendimin tënd. Sht, një minutë. Donika, si thua, t'i japim invaliditet 4 orësh apo të ngrem një komision të posaçëm për invaliditet të gjatë? Si ta shihni ju të arsyeshme? Desha të takoj edhe profesorin, por ai ndodhet në dhomën e Likurgut. Aty janë mbledhur dhe plot mjek të tjerë. Se çfarë ka ndodhur? Ka gjë Likurgu? Nuk di ç'të them. Hajde vetë më mirë. Me të majtën. Rënda me të majtën. Ashtu. Ashti me të djathë. A? Më fort. Më me guxim. Përthyë plotësisht. Minerali 12.65. Tërësia e përfituar 43.53. Fjallën e ka kryeinxhinieri i kombinatit kimik, shoku Jordan. Në të vërtet, unë nuk e ndjej veten tepër të përgatitur, mbasi këtu duhet ishte shoqja Donika Saro, drejtoresha e kombinatit tonë. Po asaj doli papritur në çështje personale. Ju mund na flisni shkurt. Ç'mendimi keni për pasurimin e mineralit në vend?
ky është një problem i rrallë shumë herë. Ndoshta nga më të vështirët dhe që duhet zgjidhur. Ndoshta këtu auditori është më i gjerë se sa duhet. Por unë do të them se ky studim megjithatë mendoj se duhet të thënë këtu që ne si kombinat nguruam. Dhe po mos ishte treguar këmbgulës vetë shokun e im, studimi për pasurimin e mineralit do kishte mbetur në vend. Pas ke fjetur mama? Jo, të prisni aty. Tash njerë të bënja një lutje në emër të Likurgut. Jo lutje se njeriu nuk lutet, po kërkon. E diti që kështu është vendosur? Prandaj e shkruajta kërkesë. Ja ku kam edhe një kopje ta shikosh vetë. Mirë mama, pse e lutur ose ke kërkuar? Po shte tjetër përveç se për Likurgun. Skëthej do të me ai inxhinier në çimento. Ka këtu me vjetra puna të tjera. Vetëm një ndrim vendi duhet edhe. Ti kishim thënë Likurgut një herë mama. Likurgut? E ku flitet tani me të? Është më mirë ta shkruaj me këtë. Është më serioze. Jo mama, unë nuk mund ta shkruaj pa ditur edhe mendimin e Likurgut. Po ajo është i smur. Nuk mund të shkoj sa ande këte në përrebatet e qimentos. Unë jam nën edhe do ta bëj. Mama, unë jam e lodhur. Dua të shtrihem. Këtë më thuaj. Shko, shko. Gjumë të ëmbël. Na kanë thirrë në arbitrazh në shtetit. Po. Si thua, kush do të shkoj? Unë. Si duket, unë do të kemi nga televizim. Unë them të marrë Jordan. Më mirë ishte ta keshin shok. Mirë thua. Likurgu si u bëj? Më mirë, më mirë. Ti e ke parbenin? Ishja di. Kush e lemër në imin? Ti? Jo, jo. Iku ajo kohë kur ju gratë ju mbështesnin edhe pa e bërë punën. Për të fituar do të fitojmë nese, për ne punoni ju për bujqësin. Po mirë është të dënojnë edhe me disa rroga që të djega akoma më tepër. Jemi të gjithë? Atëre fillojmë, shok. Hyni, ju lutem. Më falni shok që erdhe pak me vonesë. Si mund ta keni marrë vesh? Ju kemi thirrur këtu për mos plotësimin në kohë të kontratës ndërmjet ndërmarrjes bujqësore Partizani dhe kombinatit kimik. Mund na sqaroni ju shoqja Donika shkaqet? Ne filluam remont. Kjo që ka ndodhur është kulmi. Ndërpritet prodhimi përpara fushatës së mbjelljeve. Ndërpritet, më falni në rast se nuk e dini, buka e bimës. Dhe këtu me sa shoh unë, nuk do të jetë fjala vetëm për një fermë. Përse nuk kërkoni arsyet? Po vini këtu dhe idheni përpjet vetëm për interesat tuaja. Si mund të shohim kështu problemet të shkëputura? Me thash, këtu s'do të jetë fjala vetëm për një fermë.
Kjo do të thotë bllokosh të mbjellat. Dhe po qëse është kështu do të shkoj deri në qeveri bile tek kryeministri vet. Ju shkoni ku të doni. Atëherë pse na thirret këtu? Se si thua ti, nuk mund të shkoj? Mos është diçka që nuk mund të zgjidhet? Çka bër kjo shoqja drejtoresh? Ka fjetur? Nuk merret Donika me problemet e tregut ndërkombëtar. E ta themi për shok. Është shumë zor të sigurosh lëndën e parë. Çmimet lëvizën dhe ngrihen her pas here. James zjen. Të japin si japin. Mos harrojmë këtu dhe bllokadën. Atëherë të vinë këtu shok të import-eksportit. Tituni më nga vendi në rast se duken si njerëz të vdekur. Le të përgjigjen ata për punën e tyre. Dhe nëse s'din të bëjnë punën, le t'i lënë vendin të tjerëve. Mos mendoni se të tjerë nuk din të heqin? Nuk vlitet shumë shoku? Shaban. Këto vështirësi mund ka përcen vetëm po të bëjmë pasurimin e mineralit. Mua nuk më duhet fare se ç'o të bëni ju. Mua më duhet pleu kimik. Besoj se do ta keni. Vetëm mos krijojmë konfuzion. Kush krijon konfuzione? Unë apo ju? Pa nervozizëm, lutem. Shoqja Donika, ju ç'mund ta thoni? Ç'të them unë? E vërteta është e hidhur. Mos e dramatizoni. Mos e dramatizoni. Po të mbarojmë remontin, çdo gjë do të zgjidhet. Ne do të bëjmë pamundërën. Kur do ta kemi pleun gati? Po nuk u caktua kjo datë, unë s'lëviz që këtu. Nuk ka përse të bëjmë kërcënime. Dhe ti shoku Shaban, mos na prap panik këtu. Mendoj se kontratat do të plotësohen. Unë mendoj se ky problem nuk mund të zgjidhet drejt, pa që këtu edhe shok të import-eksportit. Jam dakord me kërkesën e Donikës. Ashtu është. Do të kaloj besoj. Shokun e im. Besoj se do më falenderoni që problemi u mbyll me kaq, Përse kërkoni ta mbyllni problemin kështu? Përse duket sikur po më ndihmoni mua? Jo, të them të drejtën, nuk e kuptoj. Më vonë mund të bisedojmë gjatë. Tani kam një mbledhje me rëndësi. Ne atje filluam remont të detyruar. Hajde një ditë i sqarosh vetë shokut. Unë nuk kam varësi vetëm komendin tuaj. Ju e dini fare mirë këtë. Ama që u pezullua prodhimi në kombinatin tonë, edhe ju keni përgjegjësinë tuaj. Atje po punohet pa pushim, ditë dhe natë. Dhe mos harroni se kjo anomali u krijua jo vetëm për fajt të telegramit tim, dhe as për fajt të krizës botërore, që ju ligjëruat aq bukur në mbledhjen e sotme. Mos harroni se qëndroni dhe ju në mes. Keni edhe ju gabimet tuaja. Janë gabimet tuaja që unë po i zgjidh. Janë të lashet e mëdha që po na nxjerrin ju dhe unë po i mbyll. Jo, është pikërisht euforia juaj në kohën e transferimit, dhe që nuk bët kërkesën e lëndës së parë në kohën e duhur. Gjithnjë në të njëjtin vend gërmoni. Deri ku do të shkoj kjo këmbëngulja juaj? Edhe një gjë ju lutem. E kam fjalën për studimin tuaj. Ju thash që kam një mbledhje me rëndësi. Më duhet të shkoj. Besoj se këtë bisedë nuk do të harroni. Është e vetmja gjë që nuk ka nevojë të bëhet as me shkresë dhe as të protokollohet. Punambar. Oh, mbar pas. Ç'ke? I ka ndodhur gjali kur? Jo. Mjekët thonë se do të eci. Urime. Faleminderit. Pa ha Donika. Zhvendosi ballafaqimi. Ballafaqimi nuk u bë. U shty për më vonë. Si ka mundësi? U bë gjithaj të tim. Kush e shty? Neim. Minerali tani erdhi. Ne po punojmë rregullisht. Kontrata po plotësojnë, kështu që ai e që ka përcyer këtë problem. Kështu që kësaj që ndodhet i vëm kapakun, ta mbyllim, ta harrojmë. Jo Donika, jo. Secili duhet mbaj barën që i takon. Ne jemi me sa duke do të hedhë çdo lum pa i lagur këmbët. Po e studimi ti, si vajt? Mbrojtje disertacionin. Mos thuaj të drejtë. Ka apo nuk ka leverdi ekonomike i studimin e im? Jo, nuk ka. Unë e kam thënë disa herë, Filip. Ja kam thënë edhe ne jemi të në sy. Metodat që propozon ai janë eksperimentuar edhe më parë nga të tjerët, po asnjë rezultat. Studimi i tij veç teorizimeve s'ka asgjëtore. Bukur besa. Shkencë për shkencë. Bëjmë prova sa për një titull dhe i vëm kapakun. Po ti e the këtë aty në komision? Jo, nuk mund. E po nuk mjafton të më thuash vetëm mua këtë shqetësim. Nuk mjafton Donika. Pse nuk e thua drejt që nuk pa arrit të bëj siç duhet detyrën time? Po të që ashtu edhe këtë unë do ta thosha se nuk ka njerëz pa zëvendësueshëm. Dëgjoj Donika. Unë jam i bindur se edhe për linjën, edhe për ballafaqimin duhet folur hapur, siç duhet edhe atje ku është për të folur. Apo të presim që ta firmos qeveria.
Duhet të di që problem kam. Shoku në im kërkon të di përse e doni. Që t'i urojmë vitin e ri. Thuaj për problemin e asaj linjës së re të pasurimit. Për atë që thati është i zënë, ka një mbledhje në orën 9. I thuaj që aq më mirë që s'po na pret. Në hapje rrugë për te ministri. Apo edhe më lartë në kryeministri. Ne jemi prandaj zvarrejës të kërkesën për lëndën e parë, që të fuste sa më shpejt studimin e tij në prodhim. Po, drejtorisë jam, në im gjata. Shokuzia? Më falni. Erdhën këtu ata shokët e kombinatit kimik, drejtoresha dhe sekretari i partisë. Folën për atë linjën e re, ata kishin shqetësim. Shokuzia, këto ditë do të diskutojmë në këshillin ton teknik. Pastaj do të vendosim konform rregullave. Ata ngritën një sër problemesh. Ju kuptoj, shokuzia. Po, ajo ka një këmbgulje të parësyeshme. Po, ju dëgjoj. Mirë. Po vi unë. Alo? Më falni, ju jeni kryeinxhinieri? Po. Shoku Jordan? Po. Kam ardhur për një intervistë në televizion. Do të jetë një nga intervistat më të rëndësishme të vitit. Duhet të flas njëri nga përfaqësuesit kryesor të kombinatit. Ashtu është këto kohët e fundit pothuajse kam qenë i vetëm për gjithçka. Mbasi drejtoresha ka munguar për një kohë të gjatë. Po, Jo, lëktë. Në zyrë, fiton më tepër seriozitet. Shkoj. Shoku Filip për sekretari i partisë. Gëzojmë. Të një tjetër. Kam ardhur për një intervistë në televizion, nga më të rëndësishmet e vitit. Shumë mirë. Urdhëroni. Drejtoresha është në zyrë. Një minutë, lutem, po ju lë pak vetë. S'ka gjë. Jo, urdhëroni. Ka mos i dalësh pak jashtë? Unë jashtë? Po, shpejt. Jashtë dalësh ti. Ti që më ke lodhur dhe torturuar. Ti që më detyrove të heshtë. Çfarë? Po hakmerresh ti? Të tregosh të vërtetën nuk është hakmarrje. Ishe ti ai që falsifikove shifrat e analizave të Neimit. Sa kohë ka drejtoresha e këtij kombinati? 4 vjet. S'dim ku shkoi te ky kryeinxhinieri? Po pse pyete? Se me sa duket këta duhet hedhin tek atë çift kush duhet flas. Ju a thash një herë, drejtoresha është në zyrë. Ka ardhur një telekronist i televizionit. Mendoj se është i vetmi rast për të shpadur dhe pasurimin e mineralit në vend. Do t'i shumë mirë dhe për ju ka mendimin. Po mirë atëre. Thuaj mendimin tënd në televizor. Jo, do të flas Donika. Sepse kështu urdhëroi shoku Filip. Po ju e dini se s'mund të flas ajo për linjën e pasurimit. Pa lere të bëj këtë intervistë. Ç'keti? Le ta këndoj dhe ajo këngën e fundit të mjelmës. Lënda mere pak. Po. Drejtoresha ka një punë në dorë. Merrni pak më vonë. Kush ishte? Ishnë ata të uzinës telave për Bakrin Blistër. Duhet të përmendoj Bakrin. Mos harroj dhe kuarcin. Mbaj pak buzët hapur. Arlanda, po nuk e lyej shumë buzët. Mos harro silicin, dhe fosfatin e granuluar. Po thuhen të gjitha këto për 2-3 minuta. Po nuk mund të flas njeriu kështu kaq pa pritur. Shumë mirë mund të flisë Jordani. Unë kam qenë pas Likurgut edhe Likurgu është bashkëshorti im. Mund të flas sa të duash për problemet që i hapen një gruaje nga jeta personale. Shumë më tepër se sa një burri.
Më duket se nuk po kuptoni. Kjo nuk është një intervistë për bështetimin e marrëdhënieve personale me ato shoqërore në jetë në një gruaje. Këtu ju do të flisnim vetëm për kombinatin. Pra arritjet, mobilizimin, sukseset. Vetëm një gjë mos harroni. Është dita më e gëzuar e vitit. Apo nuk flisni dot? Lexoja diku një intervistë në një shkrimtar të madh botëror. Më duket se Alberto Moravia. Thoshte që burri është civilizimi, është qytetërimi i sotshëm. Ndërsa gruaja është natyra. E përjashton me fare gruan nga jeta shoqërore. E kupton tani se që rëndësi ka të flas një grua për industrinë e rëndë? Eja, Donika, si e? Mirë. Të kërkova urgjentisht se, të them të drejtën, jam çuditur. E di ti që Likurgun kam vendosur ta transferojnë në një qytet tjetër? E di ti që çdo gjë është firmosur? Po çfarë keni kërkuar kështu? E di ti që me këtë vendim që është marrë për Likurgun, ti do të lëvizësh patjetër? Sot kërkon mendimin tim. Po ti çfarë ju the? Çfarë t'ju thoshe? Çfarë t'ju thoshe? Tash ta bisedojmë mirë kështu, shoqërisht. Pastaj kur hyn në mes probleme shëndetësore njeriu ngre duart. Mos ka ndonjë problem që më mbajnë të fshehur për Likurgun? Jo, por se shqetësohesh? Këtë më mirë e dini ju se sa unë. Ose prindrit e tij që kanë bërë kërkesën. Do t'ju thosha të mateshit mirë. Mase akoma nuk është vendosur. Mase do ishte e mirë të bisedoni edhe një herë vetë me ministrin. Është fjala për një qytet bregdetar, ku Likurgut do t'i bënte mirë. Nuk ka dhe ndonjë gjë tjetër? Po jo. Përse do të ketë gjë tjetër? Ç'do të bësh? Nuk e di. Unë e lëndës së parë, remont i detyruar, e sidomos kundër shtimit linjës së re. Nuk jam shumë e kthjellët. Ne njehim prej kohësh ne im, që kur ishim student. Që atëherë kur nuk mendonim se do të beshim kuadro, po do të ishim kështu thjesht donik ne im. Tani për ne ako nuk ka më rëndësi. Po mor po. Ajo kohë s'ka më rëndësi. Rëndësi ka dita e sotme. Ne po bëhemi 40 vjeçar dhe patjetër do të rritim personalitetin ton. Interesat, ambiciet tona. Kështu? Çdo gjë është menduar për të mirën e Likurgut. Pastaj kjo ka qenë kërkesa e prindërve të tij. Po ç'lidhje ka kjo me transferimin tim? Si? Dëgjoni im. Dikur ishte shumë e thjeshtë për ta lexuar njëri tjetrin. Atëherë ishim shumë më të rinj. Qeshnim si të çmendur. Kurse tani? Po mirë, kush do vinë në vendin tim? Jordani. Kjo është një çështje tjetër. Basta di Jordani. Ai ka qenë me shpatullat e tij. Kështu do thoshit edhe po t'ju kishte kundërshtuar? Të lutem shumë. Jo, që të quash më të zote, më të mirë. Atë që të shkon pas avazit? Një kjo është e rrezikshme. Të lutem shumë. Të lutem shumë. Në rast se ke ndonjë ankesë, shkojmë që tani tek ministri. Unë nuk kam se të vete tek ministri. Nuk mund të vetet e të them që jam e pazëndësueshme. Nuk kam përse të ankohem. Me siguri, ka njerëz më të aftë që bëjnë punën më mirë. Për punën që bën kurrë s'mund të gjykosh vetë. Mund të largohem tani. Donika. Donika. Sa herë kemi bërë këtë rrugë? Nuk më morohet. E gjen ku jemi këtu? Tu jemi pranë parcelës së madhe. Po. Pastaj? Pastaj vjen ura e tjetër. Jo prit edhe pak. E gjetë. Ç'ke kështu? Asgjë. Njeriu nuk mund të bëhet dot i vogël si dikur. Shkunim.
Më prite kërgjëzimi. Mirë. Erdi Donika? Mua më tha të bëj gati makinë për rrugë të gjatë. Se ku të shkoj? Ka mundësit e njerëzit e Likurgut. Fëmijët i nisi për para me vjerë. Është e vërtet se do të largohet nga ne për gjithmonë? Kushtet. Thonë? E qëfar gabimesh ka bërë në punë ajo që të ngatërojnë me smundin e Likurgut? Se kush ka gabuar, do të tregojmë ledhe nisë. Shkoj. Jam dërgjurën i ministrisë. Nesër do t'jeni në një mbledhje. E di, do të vim për shumë. Fëmijët kur unë nisëm. Vjenë mëngjes, i mori nëna. Ky ka qenë viti më i gjatë i jetës time. Eja, Filip, urdhëroni. Mirë se ju gjetëm. Për ju erdhën. Likurg. Likurg. Po festoni tani në spitali, e? Bestojmë shumë gjeta së bashku. Hajde urdhëroni. Ja për këtu, ullë. Kur isha i vogël, kam shpëtuar një herë nga rufeja. Ky është aksidenti i dytë. Si që nuk kam qenë do një herë i përkdhelur. Kurse tani më quajnë invalid. Por nuk e kupton se këtu nuk është fjala për ty. Hajde gëzuar. Gëzuar. Mua po më shehin shumë gjëra. Mua më bëri invalid një njeri i quajtur Sedat. Dikush sakaton një njeri, dikush sakaton punën. Askush nuk ka të drejtë të bëj lutje në emrin tim. Likurg. Misë erdhe, Filip. Unë ditë të jem vetë për vetën time. Unë ditë të hec. Ditë të hec. Ja, shikoni. Dorët i kam të fuqishme. Trupin e kam të fort. Edhe mendin e kam të shëndosh. Ne jemi shoku im i ngusht. Invalid më qua. Ndaj do të më transferojnë një qytet bregdetar. Mua edhe këtë bashkë. Asgjë nuk është vendosur. Po ne nuk do të lëmë të na prishim punën grindit edhe mërit personale. Shkojmë tani? Po. Nisemi Likurg. Vajpa, kjo është në im gjata. Po ai që kërkon këtu? Mos e ka ftuar Jordani? Sigurisht. Megjithatë nuk e besoj që e merr gjithë këtë rrugë vetëm për këtë mbrëmje. Dalim mirë. Vetëm jep? Po Afrodita? Ishte te prezent. Përgatitet e vitit të ri. Si të gjitha gratë, ndoshta do më mërzitet. Kush u thoni ditë para vitit të ri. Udhtojnë. Ata që kanë punë për zgjidhura, punë i hall për të ndërhequr. Ashtu është. Bëre mirë që erdhe. Me ata njerëz që ke kaluar një jetë. Por mjafton vetëm disa muaj largimi për t'i harruar. Donika, çfarë më fjalë? Donika ka drejtë. Edhe mua në im duket se ti po vjen shumë për mbledhjen e nesërme, se sa për mbrëmjen. Edhe në qoftë ashtu s'të keq që ka. Jemi shok të vjetër.
nuk mund të prish miqësinë për disa të lashe pune. Aq më tepër kur ato zgjidhen. Kështu mendon ti? Pse jo? Çdo gjë vajti mirë. Likurgu u shërua. Kombinati e mbylli planin. Ja? Jemi tani të gjithë si një vit më parë. Si një vit më parë. Vetëm se tani e njohim mirë njëri tjetrin. Dëgjone im. Nëse e more rrugën të më bindesh, të kemi të njëjtën gjuhë në ballafaqim. E munduar kot. Unë do të flas të vërtetën. Edhe ti duhet të flasësh. Dhe të përgjigjesh për të gjitha sa ka ndodhur. Mirupafshim. A i humbi shok të vit. Unë të mbase dhe tjera për zvuri mend këtë radhë. Shkojmë, se ata për në presin. Kombinatin ne shikojnë. Pushoni. O, ja pullaftosh. O qetësi, o shok, o qetësi. Ndaloni një minutë, lutem. Doli kombinati ynë. Si jeni? Mbrëma. O, Jordan. Hajde, si ndjesh tash? Mirë, ju si jeni? Hajde Filip. Ky është, ja kështu, më bëhet qesh. Mendoj se kjo do të ishte dëshira dhe urimi të gjithëve. Mund të flisja edhe më tepër për atë pjesë të jetës që nuk më takon vetëm mua, por dhjetra dhe qindra punëtorëve të këtij kombinati. Por unë kam të drejtën të marr prej jush vetëm 2-3 minuta nga fundi i këtij viti. Që për disa mund të ketë qenë i shkurtër, por për disa të tjerë tepër i gjatë. Çdo punëtor i kombinatit ton ka pjesën e vet në portretin e këtij viti. Ka mundin, djersën, përpjekjet e tij fisnike. Por kryesorja është të gjesh se cila ka qenë pjesa jote në këtë vit dhe çfarë vlere ka pasur ajo për shoqërinë. Nuk e dim këtë donik që kojmë parë. Për mua, një vit është i bukur dhe i begat, kur ditët e tij janë plot përpjekje, vështirësi, dhe që në punë si përkapërcehen. Atëherë edhe jeta dhe familja, edhe shoqëria marrin një kuptim më të madh.